Civil Media. Në përgjithësi, vitin 2018 në aspekt politik do ta mbaj mend për dy komponenta. Ajo e para është marrëveshja e Prespës, e cila sipas meje ishte një marrëveshje që pasqyroi dialogun politik në mes dy shteteve që deri dje ishin të armiqësuara, kushtimisht thënë sa i përket zgjidhjes së çështjes së emrit të Republikës së Maqedonisë. Me këtë marrëveshje u tregua se edhe vendet, shtetet në gatishullin ballkanik, kur duan dhe kanë vullnet politik, mund të arrijnë deri tek një zgjidhje e cila do të sigurojë paqe dhe stabilitet në Ballkan, por edhe do të përmendet edhe viteve në vijim si shembulli i politikës së mirëfillt. Komponenta tjetër e cila e ka karakterizuar vitin që po e lëm pas është ligji për amnisti, ligji për t'i falur ata që ishin fajtor kryesor për të ndodhur 27 prilli, një akt i cili edhe nga prokuroria u cilësua si një organizim terrorist, mirë po faktori politik i tanishëm, pushteti, me një marrëveshje të gjerë edhe me opozitën vendosën që t'i falin këta njerëz. Unë mendoj se përkundër marrëveshjes së Prespës, kjo marrëveshje brenda spektrit politik në Maqedoni jep një pasqyrë negative, nuk ka të bëjë me vlera universale, nuk ka të bëjë me vlera europiane, sepse mendoj se të njëjtit që kanë organizuar apo kanë vepruar për ta dëmtuar atë ditë më 27 prill edhe kuvendin si institucion, por edhe Republikën e Maqedonisë si shtet, nuk duhet të falur për shkakun se të njëjtit mendoj se do të jenë të gatshëm që edhe nesër në rast të ndonjë mospajtimi ideologjik do të ishin në gjendje ta bëjnë të njëjtën. Mendoj se janë këto dy arsye të cilat duhet të na shpjejnë drejt asaj se duhet shikuar dy anët e medaljes. Duhet të mësojmë nga marrëveshja e Prespës, por duhet të mësojmë edhe nga gabimi që ndonjëherë klanet apo elitat politike për ta shpëtuar vetveten apo për përfitime personale dinë të bëjnë edhe marrëveshje të padrejta. Nga këndvështrimi im, viti 2019 mendoj që do të jetë edhe me më tepër sfida se viti 2018, viti që po e lëm pas. Kjo për arsye se tani nëse nënshkruhet në fillim të vitit vendoset që të aplikohet marrëveshja e Prespës, kjo kërkon mundje dhe përkushtim, gjithashtu edhe përfshirje, inkluzivitet i të gjithë spektrit politik në Maqedoni. Rruga euroatlantike hapet me marrëveshjen e Prespës. Këtu kemi me rëndësi është të përmendet edhe hapja e kushtetutës, ndryshime që duhet të bëhen. Jam optimist se pushteti edhe në këtë rast duhet ta ketë parasysh inkluzivitetin, përfshirjen e të gjitha palëve etnike dhe religjioze në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Jemi dëshmitar se deri sot pikërisht kushtetuta ka qenë problemi kryesor që nuk kemi pasur ne kohezion politik. Andaj mendoj që nëse kushtetuta bëhet më gjithëpërfshirëse, këtu dua të theksoj nëse shqiptarët arrin të bëhen etni shtetformuese, mendoj që kushtetuta më mirë do ta pasqyronte realitetin apo spektrin politik në Republikën e Maqedonisë dhe kjo do të garantonte që në të ardhmen vendi të gëzojë
pajtueshmëri nga shumë palë, nga shumë etni dhe të jetë më vendimtare dhe më e përkushtuar drejt eurointegrimeve. Pres një aktivizëm qytetar më të madh, një aktivizëm qytetar që mungoi vitin që e lam pas. Duhet të dëshmojmë se po e mundim tribalizmin dhe po ecim shtigjeve drejt zhvillimit demokratik, ku e dim se shoqëritë demokratike cilësohen dhe karakterizohen me theksimin e aktivizmit qytetar. Vetëm me aktivizëm qytetar do të jenë më të zgjuara dhe më të përgjeshme edhe institucionet shtetërore. Mendoj këtu duhet të bëjmë shtypje dhe duhet të kërkojmë përgjegjësi nga institucionet për të bëmat e tyre. Vendi deri më vitin 2018 më tepër ishte i fokusuar në politikën e jashtme. Qeveria e sotme në fushatën parazgjedhore kishte premtuar garancion ekonomik, rritje të pagave kështu me radhë. Kjo deri tash nuk ka ndodhur dhe mendoj se aktivizmi qytetar pikërisht këtu duhet të fokusohet më tepër dhe deri dhe ekstremisht të kërkoj plotësimin e këtij premtimi, se vetëm një stabilitet socioekonomik mund të garantoj pastaj edhe paqe edhe siguri në fusha të tjera. Civil Media